Mbikëqyrja e zbatimit të këtij projektligji bëhet nga Inspektorati Qendror i Mbikëqyrjes së Tregut. Kom thonë që ky bord nuk e ka pavarësinë. Ky është shqetësim që duhet me u ngrit edhe jo me u përdor gjithçka dhe foltorja e kuvendit veç për spektakël. Te amandamenti 3 ka qenë propozimi i grupit të punës të neni 3 në paragrafin 1.3 ku ndryshohet si vijon. Destabilizimi i tregut nënkupton çdo situatë në të cilën funksionimi normal i tregut çrregullohet si rezultati i lohatjeve të theksuara në çmime, duke e karakterizuar nga asimetria e theksuar ndërmjet kostove reale të operimit dhe çmimeve finale të shitjes, si dhe duke ndikuar negativisht në mbrojtjen e konsumatorit dhe interesin publik. Amandamenti 25 lidhur me nenin 18 që ndryshohet si vijon. Mbikëqyrja e zbatimit të këtij projektligji bëhet nga Inspektorati Qendror i Mbikëqyrjes së Tregut në bashkëpunim me administratën tatimore të Kosovës dhe institucione tjera përkatëse bazuar në kompetencat dhe sipas legjislacionit në fuqi. Pra, këtu kemi para pa që t'jenë edhe institucione tjera të Kosovës që janë bashkëpunëtor do si do me çështjen e këtij projektligji, për shembull Dogana e Kosovës, Autoriteti i Konkurrencës, por këto nuk marrin pjesë direkt në inspektim, por janë si pikë referente. Disa prej neneve janë marrë fjali caktuar të amendamenteve që i kam propozuar, për cilat edhe shpreh falënderimin. Arsyeja pse nuk ka marrë pjesë në votim, përmes me cik prej fillimit prap është se edhe si qendrim partijak, po edhe mos pari prej mese, unë e para kam qenë në Komision të Ekonomisë, kam thonë që ky bord nuk e ka pavarësinë. Është një problem që vazhdimisht po na ndodh në komisione ku anëtarët e opozitës, deputetët e opozitës nuk marrin pjesë as në grupe punuese, as në mbledhjet e komisioneve. Ky është shqetësim që duhet me u ngrit edhe jo me u përdor gjithçka dhe foltorja e kuvendit veç për spektakël politik pas një kontribut në përmirësimin e ligjeve.